Për herë të parë pas 7 vite, Qeveria Federale e Shteteve të Bashkuara ka mbyllur dyert duke paralizuar një pjesë të administratës publike. Pas mesnatës, shumë departamente dhe agjenci federale pezulluan veprimtari mbasi Kongresi nuk arriti të miratojë një kompromis financiare për vimin e punës së shtetit. Dështimi në Senat shënoi një kthes të rëndësishme në krizën buxhetore që ndjek bisedime të tensionuara mes republikanëve, demokratëve dhe presidentit Donald Trump. Shkak për përplasjen u bë kërkesa e demokratëve për të përfshirë financimet e kujdesit shëndetësor të marrëveshjen buxhetore, ndërsa republikanët kërkuan vetëm zgjatjen e niveleve ekzistuese të fondeve pa ndryshime të reja. Secila pale hodhi fajin tek tjetra, republikanët akuzuan demokratët se zgjodhen përplasjen politike në vend të konsensusit nën presion të grupimeve të progresive të majta, ndërsa demokratët nga ana tjetër e cilësuan përgjegjësi administratën Trump për kostot e larta të energjisë, ushqimeve dhe veçanërisht shëndetësisë, duke theksuar se qytetarët po mbajnë peshën e kësaj krize. Presidenti Trump në një deklaratë të ashpër fajsoi opozitën për bllokimin e procesit dhe paralajmëroi se gjatë periudhës së mbylljes do të shkurtohen fonde për disa programe progresive, çka sipas tij do të ketë ndikim të drejtë për drejtë tek votuesit demokrat. Ai shtoi se do të përdorë çdo mjet për të ushtruar presion mbi kundërshtarët politik. Ndërkohë, mbyllja e tanishme rikthen në kujdes situatën e dhjetorit 2018 kur SBA përjetoi ndalimin më të gjatë në historinë e saj, që zgjati 35 ditë për shkak të mosmarrëveshjes mbi financimin e murit në kufirin me Meksikën. Edhe këtë herë pasojat janë të menjëhershme, me qindra mijëra punonjës federal janë dërguar në shtëpi pa pagesë ose po vazhdojnë punën pa garanci financiare, ndërsa shumë shërbime publike rrezikojnë të paralizohen. Një takim i minutës së fundit në shtëpinë e parë nuk arriti të shmangë mbylljen, duke treguar edhe një herë se hendeku politik mes palëve është më thellë se kurrë. Analistët vlerësojnë se kjo përballje nuk është thjesht një betejë për buxhetin, por një përplasje drejt për drejt për orientimin politik dhe shpenzimet prioritare të qeverisë federale.